Nadina që kanë dalë me protestu për nashta disa gjana krejt banale, kanë dalë me protestu për një banor të Big Brotherit që sipas tyre ju ka bo diçka e pa drejt. E në fakt... Për limet e viraliteti, rrjeteve sociale që me do e mas imponuash me qenë pjesë të tëre. Edhe të ajo protest është mundësia për me u bo meme, po prap dalin. Shte vërtet, po mirë kishë. Tash na e kemë, si pas një studimi, e kemë shtrirën e rrjetit në Kosovë dikon 96%, e 96% shtrirë e rrjetit me një vend kaq të vogël është shifër shumë e madhe. E ty në momentin që e ki çdo dytin person me një telefon dorë i cili e ka, domethënë, mundësinë me komentua, me shkruar në rrjete sociale, ti ki shumë njerëz që mirën me propaganda, me misione të ndryshme, edhe shtyn kauza të ndryshme, që ti domethënë mundesh me ra prej e tëmve shkaku i mos edukimit medial. Për shembull, ne edhe si departament, fakultet, po edhe unë personalisht në çdo emision që kam qenë prezent, e kam shty domethënë idenë e edukimit medial në për shkolla dhe shoh se një diçka që do të më bëj shumë herët për mos më rënë probleme të tilla. Kështu që definitivisht mendoj që mos më ra prej propagandave të ndryshme është shumë e rëndësishme dhe mos më tut me marrë iniciative shumë e rëndësishme. Cila është problematika më e madhe me cilën mendoni që përballen trinjt? Problematika më e madhe për momentin, përveç rrjeteve sociale, që është, domethënë, shumë lartë, për momentin edhe si që përmendën edhe kolegët, është diçka që nuk mund t'i ikësh. Sa do të mundohesh që mos postosh në rrjete sociale, mos duash ti jesh pjesë e rrjeteve sociale, nuk mund t'i ikësh. Është një problematikë që me të vërtet na mundon gjithve, po problematika tjetër mendoj është edhe sa e përfshin vendi rinin. Ne nuk